8 maj, dita e fitores ndaj nazizmit. Në Shqipëri Rama feston 9 maj, sepse kanë qenë janë dhe do të vdesin Varshavian, me Moskën, e festojnë me Putinin. Sot, opozita shqiptare ka një protest kombëtare. Uroj, dëshiroj që sa më shumë të marrin pjesë në protest, sepse roli i opozitës, në qoftë se mund të bëj një krahasim, kimio nuk është se vret kanceri. Kimio ekspozon qelizat e kancerit, të cilat fshihen, në momentin që ekspozohen trupi ka qeliza që i vrasin. Kjo është edhe ajo që unë do të quaja misioni i opozitës, të ekspozoj kancerin qeveritar të Ramës, pastaj çdo gjë shkon në proces. Natyrisht që ja kam thënë kur ka kriza ndërkombëtare, vëmendja ndaj atyre fshatrave të vegjël Ballkanit, Shqipërisë bie. Dhe aq më shumë që konflikti në Iran ka nxjerrë më pa probleme tjera. Trump nisi një mësime për të hapur Hormuzin. E pezulloi duke thënë se ma kërkoi Pakistani. Tani, sipas medias majt amerikane, ka qenë Arabia Saudite, Katari, Kuwaiti që nuk kanë lejuar amerikanët të përdorin bazat amerikane, për atë mos ngrihen dhe të furnizojnë avionët. Kjo bën që politika rajonale nuk është më aq vasale ndaj superfuqisë të vetme. Dhe paralelja, unë do ta bëja me Ballkanin, me Kosovën. A kishte gjë më turpshme kur u festua përvjetori i aviacionit shqiptar dhe mbi kokat e eunukëve të Ramës fluturonin avion të Greqisë? Gjithkush që shikon në hartën politike dhe organizimin e patronazhistëve të Ramës thotë që ky nuk ikën kurrë, sepse ai e di që nuk ka 51% të popullsisë, por ka ngritur një sistem që pa hyrë në zgjedhje ka 7 deputet. Kjo duhet shkatruar. Ky problem është dhe këtu, në Amerikë. Dihet që në Amerikë ne votojmë për kolegjin elektoral, pra nuk është si në vendet tjera të botës, për presidentin, por për në Kongres, distriktet ndahen në bazë të censusit dhe popullsisë. Por dhe këtu ka mashtrim. Marrim Kaliforni. Kalifornia ka 56 karrike në Kongres. Vetëm 7 ose 8 janë republikanë. Pse duhet të jetë kjo? Në zgjedhjet e fundit, Trump mori 40% në Kaliforni. Pra, nga 56 duhet të ketë paktën 20-25 kongresmen ose kongreswoman. Ndarja ka hilet e saj, gender marrying, mënyra se si bëhet ndarja duke mbajtur bashk votues demokrat, por duke mos qenë ndarë si katror zona, por në mënyrë kaotike si ameb, dhe kjo bëhet nga legislativi i çdo shteti. Në disa shtete ka dhe trupa të pavarur, independent, por këto janë pak. Pra, në qoftë se me ligjin e ri ka filluar një betejë e madhe për rindarjen e këtyre, re-gender marrying. Shumica e legjislatorëve të djathta do të bënin që republikanët fitonin më shumë se 50 karrike dhe ndarja do të ishte rreth 263 me 175 në Kongresin Amerikan. Mbasi të ketë shtuar dhe vendimi i fundit të Gjykatës Supreme, që nuk lejon distrikte speciale në bazë të racave, pra afrikan-amerikanë, jo me të drejtat që zgjedhin kongresmen ose kongresgrua pikërisht me të ndarë. Kjo do të bjerë, nuk di a do të funksionojë që në mendor, por pa diskutim pas 2 vitesh. Dhe kjo do të bënte që ne të kishim një shtet monopartiak në Amerikë. Republikanët fitonin gjithmonë. Problemi për Senatin mbase do të ndryshonte.
Nuk është kështu sepse në Senat voton i gjithë shteti, është votim dhe në qofë se merë 51% ke marrë një senator. Problemi tjetër është se janë 3 milion Amerikanë që janë zhvendosur nga shtetet blu drejt shteteve të kuq. Shtetet të kuq janë shtetet të republikanë. Spostimet mëdha, 56 milion Amerikanë janë që nuk kanë lindur në këtë vend, por nuk po akulturohen, asimilohen, sepse demokratët këtë lloj sistemi duan. Po të shikosh rritjen në shtetet blu është 1.4, fertiliteti 1.5. Tek shtetet e kuq shkon 1.9. Pra, në një perspektivë të largët, do mblidhen shumë shtetet blu demokratët, sepse demokratët nuk janë për traditat amerikane, ku ti në moshë 3, martohesh, ke 2-3 fëmijë, gëzon jetën. Demokratët janë shumë për transgender, gay, single, a familjes, kundër vlerave. Ndaj, demokratët duhet kishin ndryshuar me mesazh. E bëj paralel edhe me Shqipëri. No, mesazhin që të dërgosh votuesve që të votojnë për ty. Demokratët nuk bëjnë këtë. Ata duan të ndryshojnë sistemin, sepse nuk shkojnë 51%, dhe përsëritjen pushtet. Të vazhdojnë të japin programe sociale falas, për ata që janë të varfër që të mbajnë gjithmonë në tutelën e tyre, kërkojnë të shtoj 2 shtetet tjera, të fusin Puerto Rico si shtet, pra të ketë 2 senatorë, të fusin dhe Washington DC si shtet edhe 2 senatorë tjerë, senati është i tyre, dhe kërkojnë që të zgjerojnë gjykatën kushtetuese, ta çojnë në 13, sepse gjykata kushtetuese aktualisht është 16 për konservatorët, i vetmi pushtet real konservator. Përkohësisht, Kongres, Senat dhe Trump, por dihet që kjo ndryshon. Edhe në Shqipëri, mua më duket normale që përqindja për të hyrë të jetë 4%. Nuk i hynë punë parti që nuk marrin kur pushtetin. Ato mund grupohen gjitha bashkë, mund bëjnë 30. Tjetë proporcional kombëtar dhe në listat hapur. Ajo që ndodhi me gjykatën e lartë shqiptare, që ndërhyri gjykatës posaçme të korrupsionit, është duket që janë paguar. Dhe kudo në botë do të kishte protesta, mund ta digjë një gjykatë e lartë, ose Rama mund t'i japi kulla ndërtim. Nuk protestohet vetëm te kryeministria. Këtu, kur gjykata supreme jep një vendim që shumica nuk e do, publikohen adresat, fotografitë e gjykatës supreme, dhe njerëzit shkojnë e protestojnë tek dera me aty gjykatësi që është gjykatë supreme. Ta ndjej trysnin, ta ndjej presionin. Në përgjithësi e majta proteston. I no Kings, kundra Iranit, dhe protestat të jenë paguara nga Soros, e faktuar. Me që doli Soros, do të kemë diçka, është publikuar në media që $9 milion janë dhënë për Sorosin për të bërë sistemin e drejtësisë në Shqipëri. Nuk i ka dhënë Barack Obama. Për të qenë realist, Barack Obama vetëm 5 minuta në telefon ka folur me Soros, nuk e ka përfillur. Por Kerry, Hillary Clinton dhe ushtarët e tij në departament janë shumë. 9 milion s'është asgjë, por sistemi i drejtësisë në Shqipëri është bërë sipas fytyrës së tij. Është shumë e vështirë të përmbysësh çdo gjë. Dhe përmbysjen në dorë kanë shqiptarë. E keqja ka një emër, Rama, i zhytur në korrupsion masiv. Dhe kam thënë, nga agjencitë amerikane në 20 dosje masive të kokainës ku janë grupet shqiptare, lidhjet janë të haptas me qeverinë, Ramën, familjarët e tij. Lindat skandaloze, Lubia, ajo e Akshit, Linda e Surrenit, qindra milion dollar. Ka një fund.
Rama ka dalë jashtë lojë. Duket qartë që Lubia kontrollua kërka një pjesë të madhe të parlamentit. Por edhe vajza e përkëdhelur e Kanadas, ku ka pastruar me një oligark Spiro Pali, kërkon të ketë grupin e saj. Nuk ka asgjë të keqe. Gjatë gjithë kohës, ajo parti ka pasur luftë, thikash, helmesh, vrasjesh, mbytjesh, zhdukjesh, kështu do të jetë fundi i tyre. Edhe njëherë, modestisht ju kërkoj, shpenzoni 10-15 minuta në protest, thjesht për të treguar, ne jemi këtu kundër teje, anti-shqiptar, kusar, vjedhës, shkadrues i traditave shqiptare. Faleminderit. Kudo në Shqipëri. Bright Side Dial Center është qendër për kujdese editore për të moshuar me një eksperiencë prej 15 vitesh. Personeli shërbyes, si infermieri, punonjësi social apo trajnuesi fizik, janë specializuar enkas për nevojat e këtyre moshave. Ne ofrojmë transport komod, ushqime një dietë të balancuar, si dhe ushtrime fizike të përditshme. Gjithashtu, zhvillojmë terapi fizike apo psikologjike për persona të cilët kanë nevojë. Pjesëtarët e kësaj qendre i përkasin më së shumti komunitetit shqiptar, kështu që koordinimi me njëri tjetrin apo lorat që zhvillojnë së bashku i bëjnë ata të kalojnë një ditë të këndshme e për më tepër në nënvikqyrjen e personelit. Gjithashtu zhvillojmë aktivitete jashtë qendre, si shëtitje në natyrë, vizita në muzeume apo ambiente të tjera shplodhje. Gjithçka është konceptuar në funksion të argëtimit apo shëndetit të tyre. Ju mirëpresim. Kudo në Shqipëri. Erë pardoha, erë gjak do derë. Ramiz Alia. Hipokrit e servil. Plak e agjenturës. S'pun jam më keqe në politikë. Mehmet Shehu ishte një terrorist. Enver Hoxha. Antikombëtar. Neve s'bëjmë që dira, jemi marxista. Bazament i ekuilibrit moral dhe identitetit shqiptar. Këtu. Enver Hoxha është një jeniqer i stalinizmit. Pranimi i partive të tjera do të thotë dorëzosh çelësat pushtetit popullor. Nexhmia Hoxha. Pjesë e setit të agjenturës. Nexhmia Hoxha është panterëzes. Zonjusha me flokë të thinjura. Baballarët e tyre nuk i vram sot. I kemi vrar gjatë 40 vjetëve që i kanë shkuar, 45 vjetëve. Edhe unë propozoj të arrestoj. Po mirë ta. Po si bukurisht. Dakord, po si? Lutem. Partia ime më arreston? Po partia tënde të arreston se kemë faj.